Nga kur në ftesë për takim, madje me 2 ditë dhe 3 orare të ndryshme, Albin Kurti i dha disa opsione kreu të LDK-s Lumir Abdigjikut, të cilin e ftoi në takim për qëllim konstituim të institucioneve. A është kjo ftesë për koalicion dhe pse Glauko Njufca e ftoi PDK në takim ndryshe nga Kurti? Flasim me të ftuarin në studio Argjend Zenaj, opinionist, mirëmëngjes, faleminderit për kohën, dhe në lidhje direkte kemi Sali Rexhajn, i cili po m'duket që e kemi po. Mirëmëngjes, Zotri Rexhaj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Faleminderit edhe ju për kohën. Po kalojmë me njerë përfutemi në temë diskutimi. Çka do të thotë kjo 2 ditë, 3 orare të ndryshme duke Albin Kurti duke kërkuar Lumir Abdigjikut një takim për të konstituuar, apo për të bërë një koalicion, apo si është situata, sepse pak po duket ka filluar të bëhet kaotike në vend. Mirëmëngjes fillimisht, përshëndetje për gjithë shikuesit e juaj. Kjo tregon që kanë ardhur disa momente ku futesh pak në panik, ku apo afron. TikToku i orës për konstituimin e institucioneve të reja vesa ka filluar se prapë të themi, dhe rrjedhimisht edhe me thirrjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, kryeministri në detyrë po na tregon që ndoshta e ka rrok përpara paniku i mospasjes së numrave për të konstituuar në mënyrë stabile institucionet siç kishte vepruar në 2021, kur në të njëjtën ditë kishte konstituuar kryetarin, kryesinë e kuvendit dhe qeverinë. Dhe në 2025 nuk i ka atë fuqi politike dhe rrjedhimisht do t'i duhet që të garantoj vetveten në radhë të parë me një parti shqiptare, e cila është përtej negociatave që i ka dhe që po i zhvillon edhe me nismën e Fatmir Limajt, dhe rrjedhimisht e ka piketu Lidhjen Demokratike të Kosovës si një parti që të ke fundit e ka një histori politike të funksionimit të saj, por në të njëjtën kohë nuk e ka një histori dashurie politike të mirë me të, siç e kemi shembullin e vitit 2020, kur nuk e kishin kaluar së bashku as të paktën një stin për të funksionuar si koalicion, dhe imi në një të njëjtat momente, të themi figurativisht, por imi në rrethana të ndryshme, dhe unë besoj që edhe deklarimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës ishin në atë frym që nuk do t'i japin shans, tani për tani paktën duket kështu, nuk do t'i japin shans që të binë në grackën, në kurthin, siç e quajnë ata, të partisë vetëvenduese dhe të kryeministit Albin Kurti. Po, Zotri Rexhaj, do t'i japin shans apo jo LDK-ja vetëvendosjes ose të Zotri Kurtit për të bërë një qeveri të re? Në saj përcolla nuk pati askush të deklaru për takim se do të marrin pjesë. Mirë po vetë ftesa është vetëm një provokim, nuk është një sulm faktikisht kundër LDK-s, sepse janë dhënë 3 opsione. Nuk është dhënë fare lokacione se ku do të takohen mes veti. Edhe rani ditës nuk është konkret, nuk është për ndihmë apo për të formuar institucionet bashkë, po thjesht për biseduar. Nuk është ftesa serioze. Shpresoj se as LDK-ja nuk do ta marrë apo nuk do ta pranojë një nënçmim të tillë, se faktikisht u bë një gabim në fakt mas 9 shkurtit. Opozita u dashur më njëherë të bashkohen mes veti dhe të merren vesh, të ulen, edhe mos të presin që Albini të ketë mundësi që të blej deputet, kontrabandoj deputet, siç po sillet, ai po mundohet tash pe LDK-sa e din se nuk merr. Ose e merr krejt partinë, ose nuk mundet me përshku. Përpas të asaj deputetës familjare, që ka emna e prej përpas qikës Ganigecit, e cila nuk vendos për veti, ati vendosin ndodhë, se çfarë qëndrimi marrin ata, për ndryshe u bo një gabim i madh nga opozita. Ata i kishin 4 deputet ma shumë, populli ja u dha besimin, nuk e di pse hezituar. Po thoni që vajza e Ganigecit mund të kalojë në vetëvendosje për konstituim të institucioneve? Ai mundet më thirr Ganiu në atë historinë e kaluar me ato anëmiqësi që i ka me PDK-n, ku e di unë, cilat më nuk vlen se në kryesi të LDK-s, të PDK-s janë krejt njerëz tjerë. Bedri Hamza ka qenë në LDK para Ganigecit. Adi nuk janë arsye. Po s'kish dashur as familja me vendos Ardian për deputet, nuk ish dashur më lëshu as bisedime. Me çka merren fëmija mi nuk vendosin, ata vendosin vetë. Interesant, mund të bëhet kështu.
Deklarat interesante më duket. Nuk e shoh kështu pikë këtij prizmi, të paktën sipas mendimit tim dhe sipas asaj që e analizoj, në vazhdimsi kemi pas që janë duk në publik ndërhyrje nga prindi i deputetës në fjalë për cilin po folet zotëri Rexhaj, por unë besoj që ditën kur do të mblidhet Kuvendi i Kosovës, ditën festive të themi në konstituimin e institucioneve, se ne duhet ta marrim, ne duhet mësohemi me demokracinë në Kosovë, që dita e konstituimit Kuvendit duhet merret si ditë feste për shkak se kemi kaluar një proces zgjedhor demokratik. Edhe përkundër gjitha ngadalësimeve të cilat kanë ndodhur brenda Komisionit Qendror Zgjedhor me procesin e numërimit, shpalljes së rezultateve, certifikimit, ankesave, pas ankesave dhe ne kemi pa orvatjen e partisë vendosuese dhe të kryeministit në detyrë zotit Kurti që të mos i pranoj kushtimisht rezultatet për shkak se ka prit që ka me dalë me mbi 500.000 vota, ashtu ka qenë thirrja e tij, ka qenë thirrje numerike, jo konceptuale. Siç e tha zoti Rexhaj, mund të themi që ndoshta opozita e deri po pret që çka do të ndërmarr kryeministi Kurti, nëse do t'i ketë votat, nëse s'do t'i ketë do ta pres radhën e dytë. Ne nuk e dimë nëse janë marrë vesh, se unë sipas gjitha informatave që i kemi, edhe si Institut për Leadership Civil, janë takuar të gjithë me të gjithë. Edhe po vazhdojnë të takuhen, edhe besoj që opozita do të arrijë momentin më të përshtatshëm të mundshëm. Sa i përket për të rikthyer te deputetja Zonja Geci, atëherë unë besoj që ajo do të ditë të vendos, ashtu siç vendos Partia Lidha Demokratike e Kosovës, konform vendimeve të strukturave të saj, dhe unë shoh që po i bëhet një lloj presioni, ndoshta edhe po dhe ju i këndshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe nga çarqet e tjera jashtë Lidhjes Demokratike të Kosovës, për ta shtyrë drejt një koalicioni për të ardhmen e vet politike, e kam fjalën këtu ndoshta nga presidenca, janë disa ingerenca që na dërgojnë që për t'ia garantuar vetes edhe një mandat, po provojnë që le të kenë ta shtyr drejt një koalicioni, ndoshta edhe të pa përshtatshëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, për shkak se nëse rrshet Lidhja Demokratike të Kosovës edhe kësaj radhe, atëherë nuk do të ketë më justifikim sikur ato që e kishte në 2020-ën, kur pa një pa dy kryeministi Kurti me që e mori pozitën e kryeministrit, i dha shqelmin në thoni za Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe gjithë asaj backgroundit që ka Lidhja Demokratike të Kosovës. Pra, unë besoj që partitë opozitare të djeshme do të dinë si të veprojnë nëse kryeministi Kurti nuk do të arrijë të riformoj qeverinë e vetë dhe të ribehet kryeminist edhe për mandatin e ardhshëm. Po, ndërsa sot për hir të korrekcisë mbahet një takim ku Glauko Njufsa e ka thirrur të gjithë liderët të partive politike. Zotëri Rexhaj, le të kthehemi pak në kohë, jo shumë kohë, në kohë fushate ku zotëri Kurti, Partisë Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës në një term ndryshe si LDK-i dhe PDK-i ju pat drejtuar. Sa mund të ketë koalicion vital, sa mund të ketë bisedë vitale ose bisedë normale edhe sot nga kryeparlamentarin e detyrë zoti Konjufsa dhe po ashtu edhe në takimin nëse do të bëhet takimi Kurti Abdigjiku, sa do të jetë i qetë takimi me bisedë dhe me gjëra të tjera, përcjellse. Tash unë sa kam informata është një përçamje mes Kurtit e Glaukut, vetë pjesëmarrja e Glauko Njufsës që shkojnë te familja e ish presidentit Thaçi. Po, në Skënderë. Ndërsa presidentja dhe Kurti nuk shkuan, janë edhe disa indikacione tjera se edhe mes zonjës Gërvalla dhe zonjës Kurti apo Konjufsës ka probleme, të cilat me siguri kanë nxitë vetë Kurti. Ai dihet se është një manipulant i pas skrupull, edhe këto ftesa për shembull janë nënçmuese Ardianse, se pari bisedoj me Pakica, bisedoj me deputet listës serbe, pastaj u kthy te partitë shqiptare, vetë radhitja, se me gjitha ato demokraci numrat tregojnë se kush është në çfarë radhitje janë. Edhe prej ti nuk duhet që po thotë se Triumph Studios është një ceremoni aty festive, nuk do të në pritsajve prej Kurtit vjen diçka e mirë për Kosovën, a ndonjë festë. Ai me siguri nëse nuk i ka numra, do të provoj se mos ta konstituoj as kuvendin, t'i mbaj peng institucionet. Ai dhe ashtu është kryeministër i dhunshëm, i legjitim, ai nuk ka në ditë që janë certifikuar
rezultatet e zgjedhjeve, ai është dashur me dhënë ndërheqje, ai ka pruar të vetë në fuqi. Po prej ti nuk duhet me prit Kosova, as gjatë mirë. Për këtë arsye, mu po më befasojnë partitë opozitare që nuk janë bashku më njëherë me zveti, me i mbyll dyrt, me thonë na jem bashkë, edhe mos me i dhanë më mundësi Kurtit me lujt me zgjat jetën e vetë me këto bisedime, mu mundu me kontrabandu deputet si rastin e Fatmir Limës, i cili e ka shansën e fundit një jetë për me hi edhe një deputet, sa i ma nuk hinë, masi e ka trahtu Hashim Thaqën, e trahtoj edhe Ramush Haradinin, ai në zgjedhje tjera me siguri hinë si Gërvalla e Peci, kush janë këta listës Guxha, hinë në listën e vetëvendosjes edhe aty përfundon karriera ati politike. Apo kthejmë edhe njerë për deklaratën që sa po pak më herët të tha që ka një përqarje mes zotrit Kurti dhe zotrit Konjufës. Pse e thoni këtë? Po qëre, me gjitha të Glau Konjufës vjen prej një fara brumbi tjetër politik. Nuk është prej këtyne si qujun në ato të ardhun që nuk e kanë kulturën kosovare, nuk e kanë se na jemi me gjitha të ne jemi një unë Kosovarët i marë si kom, tash mas e kemë edhe shtetin tonë, ne kemë një kulturë tjetër. Ne dojmë vendin tonë, jem punëtor, kemë luftu për vendin tonë, kemë luftu për pavarësi, ndërsa këta të ardhurit i kanë që e ndjinë vetën inferior me neve. Kush është të ardhur, si për kë aludoni të ardhurit? Na tash i dim për shembull kush ka ardhur, kur ka ardhur. Albin Kurti faktikisht ai ka lind në Kosovë, ai vjen prej Malit Zi, atje ka familjen, atje ka shtëpinë. Kur kanë ardhur në Kosovë, kanë ardhur Zain Kurti ka ardhur me mbijemin Kurtovi, sa i ma vonë kanë ndruar në Kosovë. Edhe nuk e ndin ata a ke pa, ma shumë është e lunë me një lojë Shqipërisë madhe me do lojna, nuk e shumë vonë ka pranua, përse ka pranua ende Kosovën si shtetë. Se këta ndinë vetën, qosja, janë këta ndihen, është një garniturë të zilva, ullja e kush janë ata tjerë. Gjitha ta ndihen inferior me ne Kosovarët, se na jemi vend tani, na kemi luftu për vend tani, ta s'kan luftu kur për Kosovë, s'kan bo kur gjohi, se kanë shfrytzu sistemin e Titos, dërsa dhe të Miloševiqit, tash janë përzi letrat për i fillimit, kur kush doset nuk u hapen, kur kush se din kur kush ku është, edhe jemi në këtë situatë ku jemi. Ndërsa Glauku e ka ato me babën e Glauku, ta i ka qenë sekretari Unikombit, deri në kohën kur ka pas marrë Kushin Hotja, ai ka qenë veprimtari vjetër politik, ai ka sadi mas luftës ka punu dhe në kuvend. Glauku nuk është i kënaqur me tonë këto hajnime, tonë këto që po ndodhin në qeveri, njerëz që kanë ardhur para 2 vjetëve, 3 vjetëve në vetëvendosje, Glauku ndër të partë, Shkel Zengashi, Kurti dhe Glau Konjufës janë tre njerëzit e parë që kanë formu vetëvendosjen. Prej pozitës kuvendit, nësë po thamë se Glau kundërshta është ma ndershëm se tjerë, po prej pozitës që e ka në kuvend, a së mundet me bo manipulima, aty s'ka të ndera, s'ka, ndërsa këta që janë qeveri, dijet çfarë hajnije, janë zbulu dhe i tash, po hajnit ma të mëdha zbulor, mas të shkojnë prej pushtetit, se këta alaj kanë i mbajnë gjonat e mbylluna, nuk e lejojnë me shku prokurorin, apo im shefin, vetë për shembull vetë kryeministri nuk shkon në prokurori. Po thonë për Albin Kurti nuk do të me prit as gjatë mirë ardian. Dhe ato ka qenë mirë në mbledh opozita sa më shpejt, mos mi dhanë shansë as një ditë ai me qeverisë Kosovën. Vetë fakti e pave për shembull mbledhë Këshilli i Sigurisë Kombëtare diellën, për çka janë zonë 3-4 Sërbë që kanë drejt marrë Kosovë, kanë hinë kufi me dokumenta, fundit janë dalë se kanë të kalu, apo kanë shpejtësin, apo kanë të kalim të vetura. Të kalim shpejtësis, po. Po edhe e thret Këshillin Kombëtar, pa drejt, sa nuk ka drejt me thirë, sa nuk është në detyrë, ato mundet me thirë vetëm presidentja ose Glauku. As Glauku jo, vetëm presidentja. Mirë, do të kthehemi tek ju zoti Rexha përsëri, për ndryshe nuk e duke biseduar me Ardianin, po me kushtrimin Bekolli. Momentalisht jam moderator. S'ka lidhje, nuk është kurrë problemi sepse edhe Ardianin e kam koleg, kështu që në rregull jemi. Kthehemi pas pak te ju. Zotri Zenaj, a ka përçarje brenda vetëvendosjes mes Glaukut dhe Albin Kurtit? Jo, nuk besoj, nuk flitet nga zotri Rexha. Nuk besoj këtu në këtë rast, në këtë pikë Glauku dhe Kurti e luajnë rolin e policit mirë dhe policit keq.
dikush është ka bu thirrje edhe me etiketime jo shumë politike dhe jo shumë moralshme, siç është zotri Kurti gjatë fushatës elektorale, ndërsa zotri Konjufca ka marrë një statement, një farë balancë ndërmjet asaj që ka është fushatë e partisëve të vendosur dhe në raport me fushatën e partive të tjera, dhe rrjedhimisht është një djalë më i respektuar, themi politikisht, edhe nga oponentët politik. Në këtë rast zotri Kurti provon që duke nxjerrë në vallore zotin Konjufca që të shtyjë përpara tashme edhe me parti tjera, edhe pse, domethënë, logjikisht mënyra e konsultimit siç e ka filluar kryeministin e tyre për konstituimin, siç është drejtuar dhe Lista Demokratike të Kosovës, do duhej që në start fillonte kështu me partinë e dytë, që është me radhë, me Partinë Demokratike të Kosovës, me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me Listën Srpska tek e fundit, me Aleancën e Nismen dhe me të tjerat me radhë, edhe deri te ajo, po në të kundërtën zotri Kurti ka filluar nga fundi. E pse s'u shku? Dhe si duket ju lodhen moshkujt rrugës, e pavë që nuk i ka numrat, edhe erdhi deri te partia e tretë me renditjen nga zgjedhjet e shkurtit, për të parë intencën që nesër pas nesër, kur nuk do të mundet të themi kushtimisht të konstituoj qeverinë e vetë, t'ua hedh fajin partive të mëdha shqiptare, të thotë që këta janë prap kosta vjetër që e kanë kap shtetin, që nuk po më lejojnë që të konstituojnë një qeveri dhe të shtyjnë përpara në proceset e cilat zotën për 4 vitet e kalume nuk është që as që i ka fillu, edhe ato që kanë qenë fillume i ka cungu, i ka prolongu edhe i ka bloku një pjesë të madhe. Sot i kemi, se mos kalojmë për temën tim, por sot i kemi temë dite rritjen e çmimit të energjisë elektrike, po të kishim vazhdimin e projektit të kontrol global për Kosovën e re, ne nuk do të kishim nevojë që të shikonim bursën ndërkombëtare, që të arsyetuoshim për mi rritë dhe një 15% çmimin e energjisë elektrike, me gjithë këtë krizë ekonomike, financiare, të mirëqenies, edhe me gjithë këtë inflacion që s'po din me zbrit, por do të kishim mundësi në këtë rritje të çmimit në bursë të shisnim energji elektrike dhe të përfitonim në të dy polet. Pra, kryeministri Kurti, duke mos bërë asgjë, është në vazhdimsi, është orvat që të arsyetoj mos punën e tij, mos funksionimin e tij normal, me këto që klasa vjetër politike, këta që e kanë kop shtetin, këta që e kanë zhvat shtetin për 20 vjet, nuk po mbulojnë që të riformojë edhe një herë një qeveri dhe të vazhdoj tutje me agjendën shtetërore, siç e ka zakon të thotë. Për sa i përket pjesës se a është kombëtar apo s'është kombëtar, nëse Kosova është komb apo është shtet, unë besoj që këtu janë temat të cilat do duhet të trajtoheshin në rrethonat e tjera. Gjithsesi, Kosova është e populluar me popullsi shqiptare shumicë dhe ka edhe të tjera komunitete të cilat i kanë të drejtat e veta, po aq sa shqiptarët, në disa pika, në disa gjëra segmente, edhe më shumë se sa komuniteti shumicë, komuniteti shqiptar. Por ne jemi një komb që jemi të shpërndarë në truje të ndryshme në brenda Ballkanit, edhe Kurti nuk e dim se si i ka rrjedh situata, nëse ka pas Kurti apo e ka pas Kurti, se edhe ne kemi pas disa zgjidhje në Kosovë nga represioni serb, ose të marrim Viqin, ose të marrim Ajin. Një pjesë e ka pranuar Ajin, një pjesë e ka pranuar edhe Viqin, për shkak të me ik represionit, me ik tek e fundit edhe asimilimit gjenetik. Dhe nuk do duhej që këtu rrethona të hynim këtyre temave, por ne është e rëndësishme që Kosova të formojë institucionet sa më poshtë të mundur, a me kryeministrin, a ka emrin Albin Kurti, a ka emrin Lumir Abdigjiku, a ka emrin Bedri Hamza, nuk ka rëndësi, por duhet të krijojmë institucion për shkak se na presin shumë, jashtëzakonisht shumë procese të rëndësishme për vendin tonë, për zhvillimin ekonomik edhe diplomatik, që jemi të izoluar për këto 4 vite, nuk kemi pas diplomaci, jemi të prishur edhe të ftuar me marrëdhënie ndërkombëtare dhe rrjedhimisht Serbia na e ka marrë hapin, edhe është duke depërtuar fatkeqësisht për Kosovën në shumicën për institucionet të cilat ne kemi qenë temë kryesore, ajo sot është temë kryesore, të paktën në disa prej këtyre tavolinave është edhe si viktimë për shkak se e konsideron qeverinë Kurti që ka bërë represion ndaj komunitetit serb, sidomos me veprimet e tij në pjesën veriore të Kosovës, për çka ne e dimë të gjithë se ajo është territori yni, por vendimet dhe veprimet e qeverisë Kurti kanë bërë që ne vetë na nxjerrin si një agresor në raport me komunitetin serb në Kosovë. Mirë, zotri Rexhaj, a ka lidhje kush e bën qeverinë e Republikës Kosovës, qeverinë e re?
Shumë ka rëndësi. Por nëse ka mundësi vetëm 2 fjali lidhur me ato që tha zotëri në studio. Unë jam marrë me politikë herët, prej vitit 1979, jam të lëvizjet dhe kombët e shtetit janë kategori historike, ato lindin një moment caktuar. S'ka qenë as shteti i Kosovës, sot është, s'ka qenë as kombi i Kosovës, sot është kom, se nuk ka shtet pa kom, për ndryshe është i zbrast. Edhe gjatë rrugës sa kemi marrë gjatë veprimtarisë tonë politike, gjatë luftës, ne kemi vërejtë se ata që i kishin 2 mundësi për me ikë prej Kosovë, me shku në një shtet tjetër, shqiptarë që kishin ardhur për mu shkollu dhe diku gjetën punë në Kosovë, shumica u larguan, nuk morën pjesë në luftë, as nuk morën pjesë vetëm pushtet, sa kishin pushtet sa ishte mundshme, e ke rastin e Ali Aliut, Bleri Mrekes, janë edhe disa tjerë, tash mos qohit gjithë me radhë. Ata kur erdhin ngusht, ikën prej Kosovë, shkonë morën poste atje në Macedoni, në Malzi, edhe në Serbi ma pak, mirë po i kanë 2 vende, kanë mundësi me shku, na s'kem mundësi tjetër, për ata na kem qëndru deri në fund aty. Edhe nuk duhet na mu tut prej dikuna me na ardhë kesti, e kem shtetin tonë, se e kem kombin tonë, se e kem flamurin tonë, e kem kombëtarët tona. Nuk duhet mu nis kura, është gabimi maj madhë nëse thojmë na, është kjo shtet i përkoshëm. Edhe na, që që thaj, Ljumir, që shkajmë na i tjetri, që është në qeveri, Aliu, Liburn Aliu, që që tha. Nëse ai që e konsideron Kosovën shtet përkohshëm, ai vjedh ma lehtë, ai e trahton ma lehtë, ai mundohet me grabit, se një send i përkohshëm, gjithë mundohen me shfrytzu për me shba. Po jo na vend, na Kosovarët nuk kem ka me shku, kem luftu për çet pavarësi. Edhe konstelacionet që kanë ardhur mu formu shteti, se gjithë kemi qenë për shembull të 89-ën, mu bashku, mu formu një republike madhe në kuadrët Jugosllavisë, ose opsioni, se 3 opsione i kemi pas. Mirë po, formimi i shteteve është kompromis. Na është dash me bo kompromis me bashkësinë ndërkombëtare, me ata që na kanë përkra. Të kalojmë te pyetja e dytë, nëse mundesh edhe herë më kujtu se pak unë jam më emocional kur të flitet për Kosovë. Pyetja ishte, a ka rëndësi se kush e bën qeverinë e ardhshme? Po se nuk ka më rëndësi, kjo është shtetin ndaj shkatërrimit. Jeshe për këto 4 vite ku kemi ndërri, Kosova është e izoluar, nuk po them si Irani, si Rusia, po si Belorusia është, na jemi nën sankcione. Kur kush nuk shkëmben, këta im shefin nuk tregojnë. Shtetet ish aleate tonat, ata nuk shkëmbejnë ma informata, nuk ju besojnë institucioneve të Kosovës. Nuk ju qojnë informatat ndihshme se mrena qeveris ka njerëz që nuk kanë certifikat të AKI-s, apo dhe nëse i kanë marrë mënyrë të manipulume. Si mundet me pas Martin Berisha certifikat sigurisë, kura i dihet se ka qenë agent i Kosit? Si mundet me pas mos ju hita është gjithë dhe mëren? Si mundet me uzdo të marrë miliona prej Serbisë, të nxjerrë me thasë në Podgoricë, në Tiranë dhe në Prishtinë, edhe ai vazhdon të jetë ende ambasador i Kosovës, edhe pse s'e njeh kurkush, se kontakton me kurkush, se kultura e perëndimit është, po sa të ngritet një dyshim për një politikan, ai është i dekun. Ai do të më shku te drejtësia, mu marrë vesh me drejtësinë, nuk e kontakton, nuk merret kurkush me ta ma, hiç, nuk guxon mu taku kurkush, se ka kulturë politika. Edhe qeveria, nëse arrin kurti edhe për një 4 vite, e nëse bëhet qeveria, nuk do të më shti, gabim është se po shtihet në lojë presidentja, se nuk lidhen, nuk kanë bajnë kur gjo qeveria me presidentin për shkak këtë rast. Ajo ndodh mas një viti, edhe na e dim gjithë se presidenti është, që ka thonë edhe vetë Kurti, është një noter, nuk jep kërkush rëndësi, është një figurë, uniteti është menduesi e tillë. Mirë po në ekzekutiv nuk e ka tash për shembull të shtrajtimi i rrymës. Sa ma shumë bëjnë qytetarët e thjeshtë që dalin protestë, se një letër e presidentës që ja qanë atje qeverisa, po kujna e ka që mos i ngrit një çmimet. E për këtë arsye, presidenti nuk është problem, gjitha partitë që votojnë kryetarin e kuvendit, i cili dorën zemër ka ma shumë kompetenca, do ta votojnë edhe një president konstitucional. Kosova ka mjaft figura, funit nëse blokon vetëvendosja, dhe të propozon vetëvendosja presidentin,
ja votojmë një herë, nuk është asnjë problem. Qeveria është më rëndësi me marrë detyrën opozita, mos me shantazhu njëri tjetrin, me radhitje demokracia ka një farëndi, kush ka ma shumë numra, kush ka ma shumë vota, ati i takon. Nuk mundet me thonë LDK-ja, na jemi marrë vesh në një takim para zgjedhjeve atje Këshilli Qendror Kryesia, që Lumir Abdigjiku me qenë kryeministër, atë për s'ka procesi zgjedhor. Unë e kam votu LDK-n, se kam votu Abdigjiku, se si besoj. Po, dulem fitus, dulem humbës. Bedri Hamza i ka 4 deputet ma shumë. 4 deputet në demokraci janë numër shumë i madh për një shtet vogël si Kosova me 100 deputet zgjedhur drejt për drejt edhe 20 që janë pakisa dhe që shënë Pse pra Kurti anashkaloj PDK-n shkoj tek LDK-ja, i çoj kërkesë LDK-s për takim, jo PDK-s me që PDK-ja me njerë pas lëvizjes vendosje është e dyta në atë se çfarë ka fitu gjatë zgjedhjeve të fundit. 2 elemente janë që unë i shoh pse ka thirrë Abdigjikun. I pari është se më falni, Abdigjiku ka qenë konstruktiv kur është zgjedhë Vjosa presidente. Ja u ka bo numrat, ka votu, në fakt Selmana i Hoti dhe Veliu nuk e votuan, po megjithatë detyroj me marrë pjesë, për mua pa kuptueshme, ndërsa Aleanca dhe Partia Demokratike, ata ishin opozita e vërtet, ata s'pranun kur asnjë kompromis, ja votuan disa ligje që kanë rëndësi për shtetin, marrëdhënie ndërkombëtare, kur nuk i shkuan. Në anën tjetër, Abdigjiku dhe ashtu është mundu tash si humsi zgjedhjeve, sa është humsi vërtet se LDK-ja nuk i takon vendi i tretë. Secili njeri që e lën LDK-n vendin e tretë, ai duhet me shku. Edhe Abdigjiku tash po mundohet me shpëtu lkurën e vet prej LDK-s, duke luftuar për postin e kryeministrit, i cili nuk i takon se Bedri Hamza nuk është në pozitë mi anda dikujt na postet. Se s'pari nuk ka shumë vota, s'dyti nuk është kryetari i partisë. Edhe fituesi këtyre zgjedhjeve moralisht e me numra krejt është Bedri Hamza, se shpalosi programin më mirë, ka përvojë më shumë politike, ju afru më shumë qytetarit, për mu ka qenë befasi se unë e njoh Betri, unë jemi 2 ekonomistë, jemi miq. Po unë nuk kam prit se ka me pas atë sukses në krahasim me LDK-n, se LDK-ja mas zgjedhjeve lokale në vitin 1991 u bo një gabim shumë i madh, se disa gabime në LDK, pse LDK nuk doli e para ose e dyta. S'pari Abdigjiku e solli arrogancën e vetvendosjes në LDK, filloi me debu njerëz të devotshëm, bashkëpunëtorë të rrugovës e njerëz që e mbajnë barën e LDK-s, solli njerëz sipas dëshirës, lista e deputetëve e cila e LDK-s nuk ishte e përfaqësuar nga njerëz që marrin vota. Ishte përfaqësuar nga njerëz që i pëlqejnë Abdigjikut edhe rreth i tij aty afër dhe janë shumë elemente të cilat e quan. Zoti Rexhaj, do të kthehemi tek ju përsëri. Faleminderit, por do të kthehemi sepse kemi edhe zotrin Zena i këtu në tavolinë së bashku. Biseduam gjatë. Pyetja e parë, pse u anashkalua PDK-ja, dhe e pyetja thuaj e njëjtë sikur që ja dham edhe zotrit Rexhaj. Pse u anashkalua PDK-ja nga Albin Kurti edhe shkoi direkt tek një ftesë lidhjes demokratike të Kosovës? Unë besoj që diskursi politik i ndërtimit tek e fundit, edhe i figurës politike të Albin Kurtit lidhet logjikisht me kundërshtimin ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, dhe shihet si një koalicion i panatyrshëm dhe i paimagjinueshëm në mentalitetin elektoral të Partisë Vetvendosje tek antarët, simpatizantët, ata që quhen militant të Partisë Vetvendosje dhe rrjedhimisht duke parë që Lidhja Demokratike e Kosovës në historinë e saj ka treguar vazhdimisht që është një parti kooperuese me të gjithë ata që kanë dalë tek e fundit si të parë në secilin proces zgjedhor, atëherë ka shku ftesa në drejtim të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe rrjedhimisht unë besoj që aty është dhënë një sinjal që duke i parë edhe disa shenja të brendshme të zhvillimeve jo shumë të favorshme në raport me Lumir Abdigjikun, si kandidat për kryeministër në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe i cili nuk doli në rezultate të cilat
i kishte pritur dhe i kishte proklamuar, atëherë është pa mundësia që t'i bëhet presion edhe nëpërmjet kësaj letre, por unë prapë insistoj që kjo mund të ndodhë se në politik pas një viti është nesër. Edhe sa i përket presidencës, edhe sa i përket presidentes, mund të ketë ingerenca që Liga Demokratike të Kosovës ose një komunikim i mundshëm ndërmjet Lumir Abdigjikut, sekretari i LDK-s, dhe Vjosa Osmanit si presidente, është duke shtyrë LDK-n drejt një koalicioni me partinë vetëvendosje në çmim dhe në kurriz dhe në fakturë të Ligës Demokratike të Kosovës nga baza e saj, për shkak se tek e fundit nuk është shumë lehtë për një parti siç është Liga Demokratike të Kosovës që qëndroi gjatë në opozitë, duke mos pas mundësi që të marrë pushtetin dhe të ndaj pushtetin dhe të ndaj kolaçin e pushtetit për të fuzionuar funksionimin e partisë, për shkak se e dim që Lumir Abdigjiku nëse nuk do të mërrit të jetë në pushtet në këto zgjedhje, pastaj ardhmja e tij politike dhe sekretari i LDK-s do të jetë shumë kontestueshme dhe shumë në pikpyetje. Dhe konform kësaj unë besoj që do të mundet dhe është rrezik, po them, nuk më takon mua të konstatoj është rrezik ajo, i takon LDK-s, por nëse do të pranoj të hyjë në koalicion, atëherë çmimi politik për Ligën Demokratike të Kosovës mund të jetë i madh për zgjedhjet e ardhshme dhe nuk do të ketë më alibi, siç e thash në fillim, sepse hyri në një koalicion i cili edhe ashtu presupozohet që nuk do të jetë një qeveri jetë gjatë, për shkak edhe të zgjedhjes së presidentit, presidentes, edhe për shkak të zgjedhjeve lokale, por në të njëjtën kohë edhe për shkak të proceseve që e presin Kosovën dhe presionit të madh që do t'i bëhet për ta përmbyllur dialogun me Serbinë dhe për t'u fokusuar në integrimet euroatlantike të cilat i takojnë secilit shtet normal. Pra po thonë që tek puna e presidentit, ditës të presidentit ta quajmë kështu, mund të prishet koalicioni që nuk do të ketë numra për të zgjedhur një president nga koalicion? Në këto kontura çfarë po supozohet që kryeministri në detyrë Kurti po provon të formojë qeverinë me një shumicë jashtëzakonisht të dobët, atëherë i bën që maksimumi maj i vitit ardhshëm neve do të na gjej me një qeveri prapë me një qeveri në detyrë. Për shkak se nëse nuk do t'i ketë asnjë parti politike ose një kandidat për president të dhe një numra në ditën e seancës, atëherë rrjedhimisht nuk do të kemi as president. Kur s'kemi president, sipas kushtetutës, shkojmë në zgjedhje. Dhe kësaj fiksohen secili prej këtyre që garendin për të bërë kryeministra. Ndoshta kjo është edhe një lojë politike e kryeministit Kurti, duke dashur me i shpenzuar të gjithë arsenalin e vet në raport me partitë, siç e thash, me partitë e opozitës së deri dhe që të shkojmë në zgjedhje të tjera dhe gjatë fushatës elektorale ti thot popullit me gjuhën e tij si këta, thojza hajvanet, nuk lejuan që të formojnë institucionet dhe të shtyjnë përpara proceset të cilat e presin Kosovën dhe të provojë që të shkojmë me tej se sa 48 numra, por unë besoj që diagrama e partisë vetëvendosje, zeniti i saj ka qenë në 2021 dhe nuk do të mundet asnjëherë të mrrijë në zgjedhjet e ardhshme, kudo që do të mbahen ato, 51%, por edhe jo se jo, edhe 48% që e ka sot. Do të thotë edhe ky 48% që ka qenë zeniti i dytë, absolutisht që po, diagrama, siç ka shku, diagrama ngritjes së tij tashmë ka fillu, pikun e ka prirë në 2021, tash ka fillu diagrama e rënies dhe partia Se ka ndodhur kjo sipas jush? Për shkak se e kemi pa që të gjithë, edhe sipas thënies së Fatmir Limajt, i cili fatkeqësisht po ngarende edhe ai për të hyrë në xhirin politik kryeministit në detyrë Kurti, shteti nuk provohet, ta kanë pa që shteti nuk provohet, nëse dëshiron me funksionu si shtet, me funksionu si leadership shtetëror, nuk mundesh me funksionu me logjikën të cilën e ka proklamuar dhe ka provuar me implementu partia vetëvendosje. Por këta e kam thënë në të kalumen, këta kanë ardhur gjysmë të korruptuar, tashme e kanë plotsu kupullën e korrupsionit brenda institucioneve dhe do të provojnë që sa më gjatë ta marrin tek e fundit dhe si në detyrë për ti sa më shumë për ti zhdukur ato dëshmitë e korrupsionit të tyre, të cilët kanë me lënë mbrapa kush do të jenë në pushtet. Këta po përgatiten që të mos i ngucin instancat e drejtësisë kush do të jenë pushtet, se sado që do të jenë pushtet nuk do të ngucë askush për shkak të masave popullore siç këta kanë dëshirë të proklamojnë që ne kemi popullin mbrapa dhe ne kemi të drejtën, kushtimisht po themi, edhe nëse korruptohemi, ne kemi të drejtën për shkak se edhe ata të kalumit janë korruptuar. Pra, këta nuk e kanë logjikën e udhëheqjes së shtetit, ta kanë logjikën e arrogancës, ta kanë logjikën e kasafytjes politike, këta kanë logjikën e komunikimit jo korrekt as me aleatët tonë
dhe kemi pa në vazhdimësi që edhe kryeministri Kurti ka pas një gjuhë të urrejtjes edhe ndaj aleatëve të Kosovës, të cilët ja kanë mundësu edhe lirinë, edhe pavarësinë, edhe njohjen ndërkombëtare të cilën e kemi mbritur deri sot. Mirë. Zotri Rexhaj, a do të ketë zënit zotri Kurti në zgjedhjet tjera, apo ka qenë fundi i zënitit të tij, siç u përmendë në studio në zgjedhjet e kaluara, por edhe në këto zgjedhje tash në 40%? Absolutisht ka drejtë bashkëbiseduesi ynë. Ai ka marrë të porzën, e ka marrë shumë më shpejt se sa kem prit, po me një ramje të madhe, se në zgjedhjet lokale, tani apo në zgjedhjet mas një vit, unë nuk jam ndër ata që besoj se nëse opozita e formon për shembull qeverinë, nuk besoj se vim zgjedhje të reja në mas një viti, se thash edhe më herët, ne i themi vetëvendosës, por na propozoti presidenti, dhe të bota Albin Kurti president. Nëse ju shpëton aty në problemeve që i ka me prokurorisë, ai është i ftuar si dëshmitar, po ai më vonë do të ftohet si i akuzum, sa i ka marrë pjesë aty në ato vendime ku janë vjedh rezervat e shtetit, ku vjedh rryma, është dora e tij aty gjithku. Vetëvendosja është në ramje të lirë, unë thash se unë e di se unë flas me informata. Ka përçamje mes Kurtit e Konjuftës, nëse jo drejt për drejt mes atyne dyve, Konjuftësa është i pakënaqur me qeverisjen, sepse me të vërtetë të bani qeverisja dhe si që tha dhe bashkëbiseduesi aty në studio, ata s'kan qeveris bre, vetëm kanë plaçkit, ata s'din as ka shteti, as kanë institucionet, jo vetëm Albin Kurti, gjithë me radhë. Unë e kom pa për shembull në një gjykim, se unë kom punu një kohë si përkthys, e kom pa, ku e akuzumja zonja Gërvalla i qohet ngritet gamë dhe ja bën me gisht gjyqtarit. Po ajo s'guxon më akuzumja atë në raportet preme, prokurori, gjyqtari, ata janë zot me thonë në një shtet. Aty në nuk guxon kur kush me kundërshtu, kur kush me bisedu, me qel gojën s'guxon pa ta dhënë fjalën. Këta janë shumë arrogancë ndaj çdo institucionit shtetit, edhe ramja e vetëvendosjes është e sigurt. Mirë po nëse e shtym edhe një vit, prapë janë probleme të mëdha se për një vit mund bëhen punë të mëdha në Kosovë, se janë disa veprime kryesisht teknike. Duhet të vihen raportet prapë me Bashkimin Evropian, me NATO-n, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet hiqet dorë nga manipulimi me veriun, me vendosje trenit, cep me cep, me ato lojna me policie, me dhunës, ato nuk funksionojnë, ato na kanë vetë aksionet e pa koordinume, na kanë quneve në anmitësi me partner tonë, e në fakt, lista sërbe që shë kom thonë qysh fillim, ajo është forcu. Për fat keq ka shku Kurti e ka bën një gabim, ka shku me ato aksione me forcu vetëvendosjen në pozitën e vet, edhe i ka forcu serbët edhe Serbinë edhe listën serbika, se gjithmonë aksionet e pamenduara mirë në politik të kthehen bumerang. Edhe tash merrem me anaj, masi thotë e kem shtritë ato integritetin, i kem bë gjitha me ato 1% vota sa i kanë ata kryetar atje. Tash për një herë mbledh Këshillin e Sigurisë thotë Serbia nuk më na lën me formu institucionet. Po kjo që sharake që po flet më raj. Nëse i shtrin institucionet, atër Serbia nuk ka mundësi më të përzi. Edhe institucionet e dimër në që shtrihen të bashkëpunu me qytetarë vendas, jo të i përzon për institucioneve, jo të unjek me ta, jo të i shpall terrorista, të i shpall, aty ka mes tyne. Mirë po gabimet kryesore i ka bo qeveria, se na kem ditë tonë prej fillimit, prej ditës se është qiru Kosova, prej se është pavarësu, na kem ditë se çështja e veriut nuk zgjedhet me luftë, nuk zgjedhet pa ndimin e bashkisë ndërkombëtare, harroja nuk funksionon. S'jemi na shteti forcë, na lën, nuk jem në atë pozitë, nuk jem Kroacia me dhënë urdhër ushtrisë, shko pastroje terrenin për 2 ditë. Sa do e këshim bona me dëshirë, po janë do kompromise të cilat janë arrit. Nëse Serbët janë tërheqë për Dugazinit, nuk ka Serbo në pej, kanë qenë diku 30%, 35%, nuk ka më në Gjakova s'ka pas, nuk ka më në Prizren, nuk ka Prishtina kanë qenë 40%, kanë qenë Serbë. Nuk është më asnjë, se nuk ndëgjohet kush të folë. E tash ta me shku që atje ku janë të bu Serbë në një do enklava, edhe ata me i përzon, neve na kanë ndihmu
me formu një shtet demokratik, jo një Sërbit me bolshevisit. Neve në kam ndihmu se kemi qenë viktima, po na në guxoj me qenë prap dikush viktim raport me neve. Për këtë arsye, ne bëj ftesë edhe një herë, edhe Abdigjiku nuk e di sa kupton se është luftu për mbijetesë politike, edhe është gabim i madh për kjo me luftu njëri për nuk guxon njëri. Në fund, zotëri Rexhaj, jemi në fund të falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha edhe kritikat, sepse e di që goxha shumë të shumë kritika në rrjetet sociale. Faleminderit për kontributin juaj në këtë emision. Dëgjohemi besoj ditëve tjera. Do të mirë, kalofshi mirë. Nëse kemi diçka për shkruar për fund, jo për te asaj që për me Kosova ka nevojë për informu institucionet, por jo me logjikën si që kishim 4 vitet e kalume, me një logjik moderne që do t'i përshtatet agendës qofta saj edhe geopolitike, dhe do t'i përshtates kryesisht dhe eksplicit administratës Trump 2, e cila ne mos u koordinofshim me të do t'a pësojmë fatkesisht jo një vendim, jo një përfundim të gjithë kësaj sage në kuptimin e mirë dhe pozitiv për Kosovën. Ministër të Zenaj, faleminderit shumë për gjitha këto opinione dhe shpresoj që do takohemi në të ardhmen e afërt, ndërsa ne shikues të nderuar, pa humbur kohë do të lidhemi direkt me një analist tjetër, me Frok Çupin, sepse me atë do të diskutojmë rreth asaj se çfarë ndodhi dje me një vizitë të kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ishte në Izrael dhe është vlerësuar me medaljen presidenciale të nderit i akorduar nga presidenti i Izraelit. Pas marrjes së medaljes, kryeministi Rama u shpreh se e konsideron këtë medalje si nderimin e duhur për shembullin që shqiptarët i lanë botës duke mos dorëzuar asnjë hebre tek nazistët. Kjo ka ngjallur reagime të forta në Shqipëri dhe jo vetëm. Ai ishte momenti i duhur për një takim me presidentin e Izraelit dhe pozicionimin në një anë. Flasim pra edhe njerë me Frok Çupin, analist. Mirëmëngjesi, zotri Çupi. Mirëmëngjesi. Atëherë, çka do të thotë kjo? Ka pasur reagime shumë në Shqipëri, por kemi pa reagime edhe brenda Republikës Kosovës rreth kësaj vizite dhe pranimit të medaljes nga shteti, gjithsesi nga presidenti izraelit për Edi Ramën, duke nderuar shqiptarët të cilët nuk dorëzuan asnjë hebrej tek nacistët. Çfarë do të thotë kjo, sepse është një farë situate në jo shumë e këndshme, e cila po ndikon ndoshta